Media sjell detajet e plota të një prej operacioneve më të rëndësishme hetimore, të ndërmarra nga organet e drejtësisë kundër zyrtarëve të lartë të qeverisë Kurti, me në qendër ministrin e bujqësisë, pylltarisë dhe zhvillimit rural. Më 27 maj 2025, njësia e veçantë e hetimeve në autorizim të prokurorisë speciale dhe urdhëresë të gjykatës themelore në Prishtinë ka realizuar mbastitje në 4 lokacione kyçe të sistemit të bujqësisë: Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, zyra e kompanisë LIPKS-IT në Ferizaj dhe Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë (AZB). Operacioni u zhvillua në kuadër të hetimeve për 2 vepra penale: keqpërdorimi i detyrës zyrtare apo autoritetit zyrtar, neni 414 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës dhe ndihma, neni 33 i KPK-s. Në fokus të hetimit janë 2 figura të rëndësishme: Faton Peci, ministër i Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, si dhe Bekim Hoxha, drejtor ekzekutiv i AUV-s. Sipas hetuesve, dyshimeve janë se gjatë periudhës korrik 2024-janar 2025, Peci dhe Hoxha, duke bashkëkryer veprën penale, kanë ndikaluar kompetencat e tyre për të siguruar përfitime të kundralishme për veten apo persona të tretë në lidhje me kontratën për funksionalizimin e fabrikës për përpunimin e nënprodukteve shtatëzore të lidhura më 18/9/2024. Gjatë mbastitjes u sekuestruan pajisje elektronike si kompjuter dhe telefona, dokumentacion i gjerë financiar dhe zyrtar, si dhe kontrata, procesverbale, email-e zyrtar dhe të dhëna të tjera që mund të shërbejnë si prova në procesin penal. Siç mëson media, Faton Peci është intervistuar në cilësinë e të dyshuarit në pranit avokatit të tij mbrojtës. Për rastin si të dyshuar është intervistuar edhe Bekim Hoxha, kryeshefi i AUV-s. Gjithashtu është intervistuar edhe një person tjetër në cilësinë e dëshmitarit. Pas intervistimit në vendim të prokurorisë së shtetit nga PSRK, të dyshuarit janë të liruar në procedurë të rregullt, por hetimet mbeten aktive dhe priten zhvillime të reja.